Të nderuar miq të Infoftes, me mbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe këtë të enjte këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një Infoftes artistike dhe për këtë kam të ftuar në studio regjisorin Sajmir Gongo. Sajmir, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur në Infoftes, është shumë kënaqësi për mua. Është kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Një emër që vitet e fundit është kthyer në brend artistik. Kështu shpresoj. E prisnit? Po, besoj që kur punon, herët apo vonë fillon ndërtosh diçka. Fillon suksesi. Fillon suksesi. Kështu që janë disa pjesë teatrale, por edhe seriali komik Familja Kuqezi, të cilat themi kështu janë bërë, veçanërisht Familja Kuqezi, shumë e njohur dhe është bërë i brand. Edhe për moshat e vogla dhe jam i kënaqur për këtë gjë. Ndërkohë Sajmir, jo pa qëllim unë edhe logon e emisionet e kam Aty ku dielli nuk perëndon. Sigurisht është një libër juaj me drama, por nga ky libër ne kemi shkëputur titullin e tij. Pse ky titull? Është titulli i njërës prej dramave të mia. Sa drama ka libri brenda? Libri ka 4. Aty ku dielli nuk perëndon ka qenë drama e fundit që kisha shkruar në atë periudhë, shkruar në vitin 2016. Libri është bërë publik, është publikuar në vitin 2018. Po drama për herë të parë është lexuar publikisht në vitin 2016 në sallën e teatrit kombëtar. Aty ku dielli nuk perëndon është historia e është një histori futuriste për një shkrimtar që dëshiron të shkojë në një vend ku dielli nuk perëndon kurrë, që është Hana. Ngjarja zhvillohet në vitin 2200. Edhe Hana është i vetmi vend që në të cilin dielli nuk perëndon kurrë. Është dëshira e njeriu të hershme, veçanërisht në Shqipëri, për të shtektuar nga, po themi, ky vend që në mënyrë ciklike kthehet në një burg për njerëzit, një vend në cilin nuk ka diell. Edhe në këtë dramë që unë kam shkruar, të futuriste, toka është një vend që është errësuar krejtësisht. Dhe vetmi vend ku mund të shohësh diellin pa ndalim është Hana. Gratë bukur në fakt. Shumë bukur. Besoj që është ajo çka për 10 vite, ndoshta për 100 vite, këtu në Shqipëri kemi ndjerë, mungesën e lirisë. Dielli sigurisht në këtë rast është frymarrja, liria. Është frymarrja, është liria. Pjesa mbyllet me shprehjen e një personazhi, ndoshta një ditë do takohemi sërish, aty ku shkura nuk na përndjek. Dhe ardhmja nuk na frikson, aty ku dielli nuk perëndon. E do ishte shumë e bukur ky monolog të ndodhte realisht. Sigurisht. Shoqëria në tërësi kërcënohet nga mungesa e lirisë dhe frika autokratike, diktatoriale. Sigurisht. Pjesa është për këtë gjë. Në fakt është një individ që tenton të largohet prej një ambienti të tillë. Mbytës, po. Ndërkohë që thatë janë edhe 3 drama tjera, janë 4 gjithsej brenda. Po, njëra është komedi, Shtëpia pa dritare. Është interesante, që është vënë skenë me shumë sukses në teatrin kombëtar. Në vitin 2014 deri në vitin 2015. Është një pjesë tjetër që titullohet Pengu, gjithashtu është vënë në teatrin kombëtar dhe pjesa Rjeta. Edhe mund ta vësh re që pjesët në titull kanë një farë ngjashmërie. Shtëpia pa dritare është një metaforë e Shqipërisë. Sepse që ndërkohën në tërësi që është shndruar në një shtëpi në cilën nuk e frymarrje. Sigurisht pjesa bazohet tek një gjetje, është një personazh që ka ndërtuar një shtesë pranë shtëpisë vet dhe ka ndërtuar pa dritare, se ligji në Shqipëri të jep të drejtën që ti ndërtosh një shtëpi deri 4 metra afër shtëpisë komshiut, por nuk mund të bësh dritare nëse e ka një dritare. Kështu që ky është një qytetar që e ka bërë shtëpinë perfekte sipas ligjit. E ka bërë pa dritare, por nuk mund ta japi dot me qara. Dhe i vetmi person që ja merr me qara është një person i cili merret me një aktivitet kriminal, se do të errët. Dhe është një qytetar që përpiqet të shpëtojë policisë, që si thua i bie në qafë, përpiqet të shpëtojë bankës që kërkon kredin, duke ruajtur moralin e tij, nuk do t'i japi shtëpinë me qara. Po themi këtij personi në skenën e teatrit kombëtar. Po njerëzit mund ta shohin edhe në YouTube, është dikush që ka hedhur faktikisht, pa pëlqimin tim, po. Por mua është gjithsesi kënaqësi që spektatorët mund ta shohin. Luan Sokola Angjele dhe Eva Alikaj, Neritan Liçaj, luan Gert Ferra, Indrit Çobani, Enkel Gurakuqi dhe
Ergys Çekerezi. Është një trup shumë i mirë, trupetatet kombëtar, dhe pjesa ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme në sezonin 2014-2015. Ndërkohë që një dramë tjetër thatë është Pengu. Kjo trajton një pengmarrje televizive. Është bazuar tek historia e doktorit, ju e dini që është marrë peng në një reality TV, edhe pengmarrja aty u xhirua. Ai e dinte që ishte marrë peng, fakt nuk ishte një lojë. Unë kam shvilluar atë ide pastaj mbi atë piknisje. Doja të shkruaja një dramë për të theksuar se sa i pandjeshëm mund të bëhet televizioni nëse humbet vlerat etike dhe morale, nëse bazohet vetëm tek shikueshmëria. E kuptoj. Pjesa ka edhe një nënshtres tjetër, po ky është thelbi i pjesës, se sa televizioni mund të jetë dëmtues. Dhe fatkeqësisht është bërë. Televizioni i Shqipërisë është bërë, bindja ime, te dëmtues, është gati një helm me këto emisionet të cilat nuk promovojnë absolutisht asnjë gjë pozitive, nuk promovojnë kulturë, etikë, estetikë, vlerë. Janë bërë dëmtuese të moralit shoqërisë. Për aq sa ka ngelur moralin shoqërisë shqiptare fatikisht, sepse është në sulm vazhdueshëm. Ju thatë që drama e fundit, e katërta, ishte Rjeta. Dhe pesta Shtoriela që është vëndhatër kombëtar. Po e katërta është. 4 janë të publikuara në librin tim. 4 të publikuara. Po. Tek Rjeta çfarë trajtohet? Frika e individit për tu shpërfaqur. Është një skulptor i cili nuk përfundon as i punë të tij sepse vuan nga ajo që quhet frika e dështimit. Kjo është një rast i rrallë në botë. Po unë kam vënë re këtë gjë që shpesh herë ne tentojmë ta kufizojmë veten, të mos shprehemi deri në fund edhe artistikisht, sepse është ajo frika e mos pranimit të një ideje të re, të një mendimi të ri. Unë e çova këtë në ekstrem. Frika nga e panjohura. Frika nga dështimi. Nga dështimi. Po, quhet ajo që s'dim ç'na pret. Që s'dim ç'na pret. Në mendjen tënde ti je gjithmonë i suksesshëm. Por nëse ti e shkruan një pjesë, do përballesh me realitetin, që mund të jetë sukses, po mund të jetë edhe dështim, është 50 me 50. Apo jo? 50-50. 50-50. Po në mendjen tënde ti je gjithmonë i suksesshëm, kështu që duhet zgjedhësh ndërmjet një ëndre të bukur, që unë jam shumë i zoti, dhe një realiteti që mund të jetë i bukur ose jo. Dhe kjo pjesa është për këtë gjë. Samir, me sa di, drama e fundit që ka pasur sukses në teatrin kombëtar ka qenë Truela. Truela, po. Një vepër, le të themi, antisistem për çdo kohë? Po. Ajo është bazuar mbi, ose më saktë flet për historinë e spionimit gjatë viteve të diktaturës, një spionim i cili u shtri deri brenda familjes, brenda shoqërisë. Unë kam menduar që ajo e keqja që përmbyti katët e para të jetës shqiptare. Le të themi spionimi, groja burin, motra vllajin, komshiu, fëmijën etj. Është shkatrimi i themelit të shoqërisë. Unë mendova gjatë për këtë gjë dhe mendova që thelbi i kësaj përpjekje të sigurimit të shtetit edhe gjithë sistemi diktatorial për ta shtyrë qytetarin spionoj familjarin e vet, nuk ka të bëjë aq me nevojën e sigurimit të shtetit për të marrë informacionin e duhur, po ka të bëjë me përpjekjen e sistemit për të rënuar vlerën e individit, vlerat familjare dhe për të mbivendosur familjes vlerën e autoritetit suprem që duhet ishte pushtetit. Domethënë, një përpjekje për shkatruar vlerat familjare në mënyrë që vlera e vetme triumfuese në shoqëri duhet ishte bindja ndaj pushtetit. Edhe ky shkatërrim ka krijuar bazat për një shoqëri të sunduar që vazhdon edhe sot. Unë shfaqjen nuk e kam parë në teatrin kombëtar, por kam parë foto dhe fragmente ndoshta në rrjetet sociale. Luhet me imazhin e diktatorit Ozhë? Po, është ka statujë. Ka statujë. Po. Besoj që shumë njerëz janë nostalgjik të asaj kohe. Momenti i thyrjes bustit nuk ka pëlqyer shumë. Por është fakt historik. Por është fakt. Këtu thyra bëhet brenda familjes, është një moment i cili, po, sigurisht, dhe është moment i cili pastaj spionohet, po themi. Por kjo gjë gjithsesi më bëri të mendoj që
ne nuk kemi shkputur, dhe sigurisht nuk kemi shkputur. Do më besoj që jemi... Në fakt, ky detaj, po. Jo, do thoya që jemi fëmijë të asaj kohe. Duhet jemi mbetur ende fëmijë, duhet të shkputemi në rritjen tonë, grow up-in tonë, duhet të punojmë me veten që të nuk duhet ta harrojmë, po mbi atë në të kundërt duhet ta kujtojmë dhe duhet ta kuptojmë. Duhet ta kuptojmë që nuk është ajo që shpesh nostalgjia jonë si fëmijë në atë kohë, ose të rinë atë kohë na bën ta kujtojmë. Sigurisht që ka pasur gjëra në atë kohë, të cilat ne kujtojmë siç ishte siguria, po themi. Për fëmijët, për ne që kemi qenë fëmijë, mund të lëvizje, mund të luajë gjithë ditën e tjera me radhë. Por ka pas shumë gjëra të këqija në atë sistem. Nuk e vën dyshim. Dhe këto kanë qenë thelbësore në bindjen time. Jo, më pëlqen simbolika që keni kapur e bustit, thyrja brenda familjes, sepse dhjetra jetë njerëzish ndoshta kanë shkuar në burgjet e diktaturës komuniste në Shqipëri nga një thyrje fotografie, nga një grisje fotografie, nga një bust i thyer etj. Edhe nga një fjalë thënë. Edhe nga një fjalë thënë. Janë kthyer në tragjedi. Shumë e vërtet. Edhe po besoj një shprehje dhe muret kanë vesh. Frika. Edhe këtë mund ta thuash. Këtë histori besoj të gjithë i kanë në fisin e tyre. Dhe është apeli që ne ju bëjmë si element artistik për të shkëputur nga e kaluara dhe normalisht për të treguar që për të ngritur mbi të kaluarën, për të ngritur mbi atë. Ka një moment rifillimi që duhet shpresoj të ndodhi. Që ky vend duhet me do e mos ta bëjmë me të kaluarën për të ecur përpara. Po, patjetër, po duhet ta kujtoj dhe faktikisht janë disa pjesë në këtë periudhë që po e kujtojnë atë kohë. Besoj që është gjë shumë pozitive sepse ne jemi të mbytur nga veprat artistike të asaj periudhe, cilat tregojnë një panoramë tjetër. Realizmi socialist normal ishte shtruar këmbëkryqe dhe s'mund të shpëtonim. Sot besoj që janë filma të dëmshëm, pjesa më e madhe. Diku nuk e besoja këtë gjë, përpiqesh atë politizuar, megjithatë pjesa më e madhe mbeten brenda vlerave artistike. Unë deri diku pajtohem me këtë. Unë diku nuk pajtohesha fare me idenë që ato filma janë të rrezikshëm fare. Mendoja që qytetarët mund t'i shohin rehat pa u dëmtuar. Nuk po them që nuk duhet i shohin, po duhet i shohin me sy kritik. Po, patjetër, elementi kritik në çdo kohë që ne shohim një gjë në rritjen tonë na bën që të duhet të rritemi për t'i parë ato. Duhet të mbajmë qendrim. Pse kjo tendencë juaja për të shkruar elemente antidiktaturë? Pse jeni përqendruar? Ju vini nga familje të cilat e kanë provuar në kurisë? Jo, fare. Jo. Po pse kjo dëshirë? Tash këtë nuk di ta shpjegoj. Nuk dini. Në një nga pjesët e mia them tek aty ku diellin nuk perëndon. Është një nga akuzat që i bëhet personazhit kryesor që është person që vuan nga kompleksi ndaj autoritetit. Domethënë nga urrëtia. Unë kam dëgjuar për herë të parë këtë shprehje, më ka thënë një drejtor i një televizioni punon në Top Channel atë kohë. Dhe ishte një koleg. Jo tamam koleg, unë isha regjisor i ri, ai ishte regjisor me shumë emër, ose aktor me shumë emër. Ish dekan. Jo, unë kam marrë një intervistë dhe ta ka përdorur të shprehje. Kam një nga intervistat në fakt, jo, nuk di shprehje, nuk di, ju se keni thënë ende, po kam intervistën e tij të fundit dhënë për mediat në Shqipëri. Po. Para se ndaj nga jeta. Ishte një person i jashtëzakonshëm. Edhe më tha, ti vuan nga frika nga kompleksi ndaj autoritetit, do më thënë nuk i dorën autoritetet. Edhe ndoshta këtu shpjegohet edhe... Unë nuk di ta shpjegoj pse, po do më thënë, të gjitha pjesët e mia janë anti-autoritet. Jo të gjitha. Rjeta është psikologjike, është... Besoj edhe pengu në vetë nuk është tamam i pjesë anti-autoritet. Është anti-televizion, anti-media. Keni dëgjuar përderisa arrini në këtë mënyrë të shkruarit. Shiko, në përgjithësi po ta mendosh individet i bëjnë brenda kreativitetit tuaj. Po ta mendosh holl, individet arrin rezultate. Po patjetër. Jo, nuk ka nevojë për autoritetin. Unë besoj tek një tip autoriteti. Individet shojnë tek autoriteti. Individi bëhet autoritet në fushën e tij. Varet nga liria jonë, e ndrydhur ose po. Unë i besoj autoritetit kur ai është i fituar me punë. Kur ti je autoritet në fushën e gazetarisë, të dramaturgjisë, të psikologjisë, si doktor, ne mund të themi shumë, përmendim shumë
autoritetet të rëndësishme të mjekësisë shqiptare, të letërsisë shqiptare, të aktrimit shqiptar. Personalitete, po themi, më mirë sa autoritete. Megjithatë, edhe pse thamë që ne ende si shoqëri shqiptare nuk jemi të çliruar plotësisht nga e kaluara, kemi pengje që vinë prej asaj kohe, drama Tryela është pritur suksesshëm në teatrin kombëtar. U rrit me kohë. U rrit me kohë. Gjeshta gjeti spektatorin e vet. Kam i përshtypje që një pjesë e spektatorëve që erdhën në fillim nuk ishin shumë të kënaqur që panë bustin e Enver Hoxhës të thyej. Këtë kam menduar sinqerisht, besoj që po. Mendoj pak. Unë besoj që 50% 16 herë. 16 herë. Ju keni pasur 16 buste që i keni thyer? Po, kishim llogaritur 22. 2 ishin për prova se 3, nuk e mbaj mend tani. Ideja është një bust ngelet në fund. Se është në skenën e fundit një bust thyet, po pastaj duhet dalë një bust i ri. Kështu që duhet ishte një më shumë se sa shfaqja. Edhe ishin llogaritur edhe për. E kuptoj, jo, më kujtoni ende një mesazh tjetër të Bertolt Brecht se barku nga Mostra lindje ende së shtrëbëzuar. S'ka për të shtrëbëzuar me një busti tjetër. Po. Diktaturat përsëritën, por njerëzit duhet t'i thonin mjaft. Tani po ta mendosh holl është histori mira vjeçare e njerëzimit. Diktatura, autoriteti, përpjekja për të shkputur periudha në cilat kjo shtypje nuk ekziston, pastaj rikthimi. Është gati si një cikël. Margaret Mitchell, një shkrimtare amerikane që është autore librit Gone with Wind, të famshëm bashkë me Erën, me Vivien Leigh dhe miku emri aktorit tjetër, ka një shprehje në fund librit, Tomorrow is another day, nesër është një ditë e re. Shpresojmë që edhe më mirë do të bëhet. Po ka një shprehje të Murphy's Law, Smile. Tomorrow will be worse. E bukur edhe kjo, normal. Është çka e dhimbshme, ndoshta ja thuhet më shumë realitetit. Po. Bus jesh, po nesër do bëhet më keq. Më keq. Turp çdo të jetë kështu. Por të shpresojmë që do mbetemi të Margaret Mitchell. Mirë, ne do kalojmë në publicitet, do kthehemi në studia me të tjera diskutime. Publicitet. 5, 4, 3, 2, 1. Ajo e përballonte çdo stuhi me buzëqeshje, me energjinë më pozitive. Pra nëse je nga Afrika, pse je bardh? Më interesante? Hej, unë ditë fuz ju dorë në gojë, do në të shosh? Gjoksi im më tregon çdo herë që vjen stuhia. Sepse disa stuhi me zi i pret. Hej, përshëndetje! Aktualisht janë 20 gradë dhe ka 30% mundësi që ka filluar një stuhi. Stuhin Storm Energy Drink. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive, and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Jack Lori Cafe, Jack Lori Cafe, Jack Lori Cafe, Jack. Skip zbuloi sekretin për të gjitha llojet e njollave dhe me që i njohim më mirë, ne kemi krijuar Skip Active Clean. Skip Active Clean ofron rezultatet më të mira në menjanimin e njollave të forta, fal fuqisë së tij të zbulimit të njollave. Skip Active Clean, partneri juaj kundër njollave të forta. Ruajeni në vende ku nuk arrihet nga fëmijët. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Five, 4, 3, 2, 1. Ajo e përballonte çdo stuhi me buzëqeshje, me energjinë më pozitive. Pra nëse je nga Afrika, pse je bardh? Më
interesante? Hej, unë ditë fuz ju dorë në gojë, do në të shosh? Gjokësi im më tregon çdo herë që vjen stuhia. Sepse disa stuhi me zi i pret. Hej, përshëndetje! Aktualisht janë 20 gradë dhe ka 30% mundësi që ka filluar një stuhi. Ndi stuhin. Storm Energy Drink. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive, and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life. Publiciteti nga ka rikthyer sërish në studio zonjë dhe zotërinj. Ju kujtoj që jeni duke ndjekur Info Ftes këtu në sot 7. Me mua vion të jetë i ftuar në studio Rizori Sajmir Gongo. Sajmir, shkruani dram, sigurisht disa prej tyre dhe komedi, vini në skenë si regjisor, disa prej tyre. Të gjitha pjesët që keni shkruar janë të vëna në skenë nga ju si regjisor, apo edhe regjisor të tjerë kanë vënë në skenë pjesët tuaj dramaturgjike? Shtëpia Padritare është vënë edhe 2 herë tjera. Një në Vlorë, nga Spiro Duni, është kërkuar edhe nga një regjisor kosovar i cili po themi ndërhyri disi në tekst. Jo, pjesë tjera nuk janë vënë nga regjisor tjerë. Atëherë, një dram e njëjtë që ka regjisor të ndryshëm. Në syrin e regjisorit autor që edhe ka shkruar, si qëndrojnë këto paralele? Jam kurios. Zgjidhja regjisoriale, ju i keni parë besoj të 3 variantet. Njëra sigurisht është e imja. Njëra është e juaja, po. Po, vënia ime. Shiko, personalisht kam menduar që gjithmonë në vënien e parë më pëlqen ta bëj vetë. Dhe kështu ka ndodhur realisht. Dhe kështu ka ndodhur në 3 rastet. Po në 2 herë të tjera pastaj që ajo është rivan. Sigurisht çdo regjisor është i lirë që t'japi një mendim të vetëm. Flas gjithmonë me atë. Është më keq kur e shikon, sepse gjithmonë je si ai pedagogu që ka kritika, ka është pak e vështirë të jesh i kënaqur, por si ajo është fat. Është fat kur dikush e merr pjesën tënde. Edhe sikur ti sjell një kënd vështrim të ri. Më vonë do të shikojmë pjesë tjera, po besoj që prej natyre një regjisor tjetër besoj do guxonte më shumë tek teksti im se unë. Prej natyre, dhe prej natyre regjisori dëshiron të vërë vullën e vet dhe e çon më tutje shfaqjen. Kanë guxuar këta 2 regjisorët të cilët kanë vënë të njëjtën dram tuaj në skenë. Po, në këtë vështrimin tuaj kanë. Po sigurisht kanë guxuar dhe kanë sjellë me ju. Nuk mund ta them këtë gjë. Kanë guxuar në mënyrën e tyre, por sigurisht. Unë jam më tradicionalist në pjesën time, sepse ndoshta mendoj më shumë si dramaturg. Për mua është e rëndësishme që dramaturgjia të mbërri tek spektatori. Nuk kam shumë ego si regjisor në atë moment. Për mua është më i rëndësishëm autori. Edhe kur e vë pjesën vet. E kuptoj. Nëse do të vija pjesën e dikujt tjetër, për mua do të ishte më i rëndësishëm regjisori sigurisht. E di pse fillova pjesën e dytë të tillë në kuptimin që edhe autor, edhe regjisor, pra krijues, po që ke 2 komponentët më kryesor në dorë të një shfaqje dramaturgjike. Jo bëra këtë pyetje sepse është i suksesshëm ai regjisor ose dramaturg që njeh të fshehtat e teatrit, kanë parasysh Molièrin, kanë parasysh Shakespearein, që kanë punuar në teatr, kanë shkruar për teatr, dhe duke ditur të fshehtat e skenës kanë pasur sukses. Ndodh kjo me ju? Sepse pjesët tuaja duan thënë që janë të suksesshme përballë publikut. E keni parë me të sy në këtë? Unë e ndjej veten të avantazhuar edhe sepse kam interpretuar që i vogël në teatr. A ju keni interpretuar në teatr? Po, jam ai brezi atyre fëmijëve që interpretonin në pallatet e pionierëve. Kur kam qenë i vogël kam bërë një film si aktor kryesor në radio televizionin shqiptar, ka qenë një film radio televiziv. Është filmi? Unë fatkesisht nuk e kam. Është xhiruar në vitin 80 Angjaj dhe unë si babi. Angjaj dhe unë si babi. Po, është një film në mos gaboj 45 minutë, 50 minutë. Me aktor të njohur.
si Vladimir Saliu, vitet kanë kaluar të shti, regjizor ka qenë Jani Tane, ka qenë regjizor i televizionit shqiptar. Televizionit, po, edhe i programeve të fëmijëve. Po, unë gjithashtu kam interpretuar në teatr, në teatrin e kombëtar, që i vogël pa ta fatin të interpretoj 2 role. Ku janë shfaqet pjesët? Njëra ka qenë Rikardi III, në vitin 91 mbas rrëzimit diktaturës, është pjesa e parë që Gim Qiriaqi në skenë. E mbaj mend, unë kam qenë student. Unë kam qenë princi i vogël. Ka pasur një monolog Roza Anagnosti, mbaj mend. Bukur. Princi dhe Duka i Jorkut. Po një rol fantastik nga Gim Qiriaqi. Po. Dhe unë mbaja mend përmendesh atë shfaqje, sepse si fëmijë ke kujdes të fortë. Drama tjetër? Drama tjetër ka qenë një pjesë shqiptare, e Rushdi Pulasi, Harruari. Pastaj gjithashtu kam interpretuar 2 shfaqje tjera si aktor gjatë vitit fundit që kam qenë në akademi dhe një vit më pas. Një vit më pas, po njëra ka qenë shfaqje Drita e Gollit dhe njëra ka qenë shfaqje Armand Borës. Ato kanë interpretuar si aktori. Mandin e kemi po Gradecar. Unë e dija ishte Vlonjat. Po kemi po Gradecar, ka kontakte me po Gradecin, ka jetuar në po Gradec. Kështu që i përbashkët regjizor i suksesshëm. Duhet të ketë marrë diçka nga Krajina e Korçës, unë them që dramaturg i mirë duhet të kalosh në Korçë. Ne Mandin pikërisht nga kjo bisedë. Duke qenë sa i ka shkruar, them që do ketë marrë ndonjë gjë nga po Gradeci. Ka shkruar edhe ai me elementin antidiktaturë ka pjesë të veta. Është interesante të vëshëroj që Rushdi Pulaha është nga po Gradec, zona jon. Unë do të thoya nga Korça, është saktësisht por ka jetuar në po Gradec, ka dhënë letërsi në gjimnazin e po Gradecit. Është e Korçës. Ka Korça mos gaboj? Po, faktikisht ka jetuar në po Gradec. Pllumkulla është nga Fieri. Jo. Pllumkulla është nga zona e Korçës. Zëmblaku. Mund të jetë nga Kuçi. Mund ta ketë në teatrin e Fierit. Por është korçar. Po. Dhe Adelina Balashi, që ka vënë Pallatinë korçari tjetër e suksesshme. Po. Me 2 pjesë të saj. Roland Trebicka është Jovan Bregu refugjat. Po. Një korçar i suksesshëm që spikati pastaj në teatrin kombëtar. Duke qenë se po ju origjina e keni nga Korça? Unë vazhdoj të quaj vetëm korçar. Pavarësisht se kam lindur në Tiranë, po të 2 prindit e mi nga Korça, kështu që prandaj them që dramaturgi mirë duhet kalosh në Korçë. Mirë, për të mbetur te kjo pyetje që tham kur njeh të fshehtat e skenës mbetesh i suksesshëm. Janë një tërësi gjërash, por duhet ta njohësh skenën. Dialogu skenik është shumë specifik. Në fund fare është bisedë, por është tjetër ti bisede. Është bisedë në skenë, duhet të dish çfarë duhet dhe çfarë s'duhet. Kuptoj. Edhe një pyetje tjetër, me që ju shkruani dramë. Drama shqipe është në inekzistencë, do të thoja ka mungesë të saj. Edhe s'ka më mirë kur ka autor që shkruajnë dramë. Kur ka shkrimtar që shkruajnë dramë. Bën festivale, bën konkurse kombëtare për shkrimin e dramës shqipe. Po, unë mendoj që repertori më i madh i teatrove që ka Shqipëria, apo teatrove private që kanë lullëzuar pas 90-s, repertorin e tyre më të madh e kanë me pjesë të huaja. Pra, është ineksistencë drama shqipe. Edhe më vjen mirë që ka të rinj të talentuar si puna juaj, pa idealizma flas këtu, që shkruajnë drama shqipe. Unë besoj që është domosdoshmëri që teatri shqiptar të ketë drama shqipe. Është themeli i shtëpisë. Pa ndërtuar themel, unë çuditem si mund të mendojnë njerëzit që mund ndërtohet një shtëpi. Kjo është fakt, pjesa më e madhe e repertorit. Kjo është një fakt. Ashtu sikur se është dramaturgjia huaj. Po kjo është deri diku është normale. Po ta mendosh. Kemi të theksuar. Deri diku është normale sepse nuk ka porosi. Nuk ka porosi. Nuk mund ndërtosh diçka nëse dikush nuk porosit për ta. Nëse ti ofrohesh, mund të ofrohesh një herë, po herën e dytë duhet të ketë porosi për këtë gjë. Nëse teatrat e konsiderojnë dramaturgun gati si një luks këtu nuk ka dramaturg të dashuar pranë teatrave, është çudia më e madhe. Ka regjizor, ka aktor që është totalisht normal apo jo. Ka skenograf, ka kostumograf, ka teknik audio, drite që është krejtësisht normale.
Dhe mendohet që dramaturgu nuk është i domosdoshëm. Është absurditet fare, çdo teatr duhet të ketë dramaturgun e vet. Atë që ka në atë kohë, më të mirë në asaj kohe, çdo teatr. Teatri Korçës duhet të ketë vetin, i Vlorës duhet të ketë vetin. Mënyra që të afrohen Po gjë e parë që duhet bëhet në tilla raste është, kjo është një bisedë studio, nuk është se do ndryshoj gjë, por ndoshta është mirë të thuan këto gjëra. Gjë e parë është duhet të shtohet në onigramën e çdo teatri dhe një dramaturg. Që të jetë njeriu. Në çastin që ti e vë në listë, nuk e vën dyshim, ai do filloj të mendoj të shkruaj. Do vi dikush. Pra nëse ti thua, shiko, kemi një vend për një dramaturg këtu në Vlorë, në Korçë, në forma të tjera, mënyra të tjera që të financohen dhe të stimulohen njerëzit të shkruajnë dramë. Kjo është çështje që një zë që e ngrita kur bën një takim me drejtues të Ministrisë Kulturës dhe pata përshtypjen që një lëvizje patin këtë kuptim që u vu si të paktën për këtë vit. Ajo duhet të jetë e vazhdueshme. Është shtuar si pozicion pranë teatrit kombëtar. Jo, nuk është shtuar si pozicion. Tek projektet e ministrisë të viti ekzistonte si zëm vete. E kuptoj, pozicionohet. Një zëm vete ku shkruan një tekst të ri dhe që është gjë super okay. Po unë kthehem tek ajo që sapo thash. Do të ishte shumë e thjeshtë çdo teatr, Tirana ka 3 teatra, për shembull, ka Metropolin, ka Eksperimentalin, Teatrin Kombëtar. Do të ishin 3 dramaturg, teatrit e kukullave. Edhe teatret e kukullave ka nevojë për njerëz që mund të shkruajnë pjesë teatrale për fëmijë shkruar këtu në të shkruarën. Të gjitha pjesët teatrale që janë vënë për fëmijë. Të vazhdoj tradita, po edhe të stimulojë njerëzit që të sigurisht është nëse ti nuk kërkon regjisor, askush nuk do të bëhet regjisor. Nëse ti vësh faqet vetëm me aktor për shembull, i thua aktorëve shikoj mblidhuni, merrni tekstin edhe vëreni vet. Herët apo vonë, profesioni e regjisorit do zhduket. Atëherë shpresojmë që dikush do ta mendoj këtë gjë. Ta mendoj këtë gjë dhe të funksionojë. Që është e rëndësishme të investosh për kulturën shqipe. Ju pak më herët më përmendët provat tavolin, por leximet tavolin. Teatri Kombëtar ka pasur një traditë, nuk e di e vazhdon më, të leximeve, pra pjesë dramaturgjike që testohen njerë duke lexuar përballë spektatorit dhe pastaj marrin spunto për t'u vënë në skenë. Është bërë 3 herë, mos gaboj. Mund të jetë bërë edhe herën e 4, nuk e mbaj mend. Unë kam çuar 2 pjesë dhe të dyja pjesët që unë kam vënë. Duhet një formë mirë, më fal. Po jo, patjetër. Shtëpia padritare doli tek, unë e kisha shkruar sigurisht. U përzjodh nga netet e leximit dramës shqipe. U lexua aty, pati sukses. U vun skenë dhe pati akoma më shumë sukses. Edhe pengu është përzgjedhur aty. Dyja pjesët që kam në teatrin kombëtar, 2 të parat më saktë. Pra është një mënyrë e mirë kjo, pjesa e leximit. Po, por pas kësajt, nëse ti vë një pjesë suksesshme, nuk duhet të ketë më të rish në radhë. Duhet teatrit porosisi. E kuptoj. Jo shkruaje dhe jo shkruaj dhe me kismet e ja vitin tjetër. Në çastin që ke provuar veten që je suksesshëm, jo vetëm për mua, për çdo tjetër, duhet që teatrit porosisi. Në teatrat e tjera quhet komisionim. Po është e njëjta gjë. Fjala komisionim është porosi. Pra ti porosit një tekst nga një dramaturg i suksesshëm, për shembull, Sajmiri, Erion Kame. Kanë shkruar një pjesë suksesshme? Okej, është vënë shtëpia padritare. E janë shkruar një pjesë tjetër. Shumë e thjeshtë. Kështu ka ndodhur me Torielën, për shembull, që Teatri Kombëtar Altin Basha, drejtori i Teatrit Kombëtar e porositi. Na shkruaj një pjesë për repertorin e ri. U bë një shpallje për Teatri Kombëtar ishte interesuar për një pjesë që trajtonte raportet e sigurimit shtetit me individin. Unë çova një sinopsis që quhet përmbledhja e summary ngjarjeve dhe fakteve kryesore që do trajtonte pjesa dhe e shkruajta. Teatri Kombëtar e porositi dhe u shkruajt. Kështu duhet ndodhi. Dhe u vënë në skenë. Kështu duhet ndodhi. Teatri Kombëtar ose teatri eksperimental, ose teatri Metropolit, ose teatri Vlorës. Atë që ka dramaturg në Vlorë, është dikush që shkruan atje. I thuhet, shiko, na shkruaj një pjesë, e ka shkruajtur, shiko, ka 1, 2, 3, 5 vërejti na sille një variant të ri, shkret normale. Mbas 3 muaj, asja sërisht, vjen skenë, po paguhet. Do tentoni të vini pjesë të tjera, besoj, po jo të shkruar nga ju.
Po më pëlqen në këtë kohë të shkruaj vetë, sepse mendoj që është e rëndësishme. Më afër asaj që kërkon të zbërthesh. Në radhë para është e rëndësishme për teatrin. Është kontribut, besoj, të shkruar, sepse teatrit në fund fare i ngjelet teksti. Çfarë dim nga antikiteti grek? Ti e di historinë sepse jep mësim apo jo? Jep dramaturgjin. Eskili na ka ngelur? Euripidi? Sofoklio? Aristofani si komedian. Dhe vazhdojmë. Tjerë. Trashëgimnia është teksti. Sigurisht, edhe trashëgimnia. Thonë latinat, e shkruara mbetet. E shkruara mbetet, po. Duhet shkruajmë sepse ajo ka një rëndësi të shumë për masave. Një tekst dramatik është edhe një dokumentim historik. Është një dokumentim historik edhe më i mirë sa një përshkrim që mund duket shumë realist, një kronik. E kuptoj. Sepse është qasja shpirtërore ndaj realitetit. Jo, më pëlqen kjo forma e shkrimit, po jo se duhet të bëhem nostalgjik për një kohë që ka ikur, por nuk di, duhet të ketë disa performanca, po i quaj, të tipit revista, që duhet të promovojnë këtë lloj shkrimi të dramaturgjisë, ndoshta të skenarit filmet. Kam parasysh këtu revistën Nëntori, kam parasysh Skena dhe Ekrani, të cilat, apo ka qenë edhe një revistë më hershme teatri, cilat deri diku, si të thuash, fusnin një lloj grinde mes autorëve krijues për t'i bërë pjesë të këtij botimi. Kështu që njerëzit do të ishin edhe në të dramave mund të. Po edhe sy e vesh do të ishte edhe një institucion teatror që do t'i binte dorë kjo revistë për të zgjedhur pastaj pjesët arkivimi që do thinte për të mbetur te kjo ideja që ju thoni e shkruar ngelet. Kjo është nga pikat e dobta që teatrot kanë. Nuk kanë një arkiv të dramaturgjisë. Madje më pëlqen edhe kjo, më pëlqen edhe kjo zgjedhja juaj që keni bërë botim, sepse të rralla janë botime dramaturgjike në ditët tona. Kam parasysh Armandi ka një më herët, jeni ju, është edhe autorë të tjerë cilët përpos emrave të mëdhenj si Rushdi Pulaj që i kanë të botuara. Po më pëlqen kjo, do t'i lutem regjis ta nxjerrë edhe një herë kopertinën e botimit tuaj, aty ku dielli nuk perëndon, pra një përmbledhje me drama. Domethënë më vjen mirë që autorët bëjnë edhe sprova të tilla. Po është një mjet për të komunikuar me lexuesin, me lexuesin dhe me kolegët, edhe me kolegët, po. Sepse është një tekst revistat që si kemi sot është një formë tani. Është një formë shumë e mirë, domethënë për të shpërndarë atë ti. Për ta shpërndarë tekstin. Se mund t'ia dërgosh sot, sigurisht mjetet e komunikimit janë, mund ta dërgosh edhe me email, po libri është tjetër gjë. Kur e merr në dorë librin. Është edhe më bukur kur besoj prova tavoline, aktorët kanë librin. Po, por që leximi i parë një regjizori, po themi, një kolegu që nesër mund të vër këtë tekst. Edhe një pyetje për sa të përfundojmë këtë pjesë të dytë. Ju keni variantin e botuar dhe më pas kanë ardhur shfaqje dramaturgjike apo kanë ardhur shfaqje dramaturgjike së pari dhe pastaj kemi variantin e botuar? Po, Shtëpia Padritare dhe Pengu janë... Shtëpia Padritare është varianti final, që është vënë sken. Pengu nuk është varianti final, kur është publikuar... Jo, doja të thoja, kur është publikuar, sepse kanë ndryshime, keni bërë ndryshime, ju kanë lindur ndryshime në momentin skenik, në momenti botimit. Pengu ka një variant më të mirë që është vënë sken. Varianti vënë në skenë është i përfunduar, po themi. Unë ndjej që është i përfunduar si dramaturg. Atje nuk është, sepse libri u publikuan në momentin që unë isha duke e vënë pjesën në skenë, unë e kisha çuar në botim, dhe ndryshimet e fundit nuk janë e kuptoj në botim. Edhe aty ku dielli nuk perëndon, unë kam ripunuar edhe një kohë më mbrapa. Dhe varianti, po themi kështu final, nuk është në laptopin tim. Konsistente që mund të lindin ndryshime, të lindin ndryshime si autor që edhe mund t'i bësh këto. Ti autori ke librin tënd. Ajo do vetëm durim edhe dëshirën për t'u rikthyer. Një tekst përgjithsisht sa më shumë ta punosh, aq më mirë është, po në çastin që e vën sken, ajo merr thuajse. Ripunimet ka shkrimtar që e bëjnë ripunimin, kam zotin Katerë ndërmend, që vazhdon variantet përmirësuar dhe shkëlqen. Po jo në çdo rast ripunimet mbeten më të mira. Unë jam ndonjëherë edhe për variantin e parë të një gjëje. Tash faktikisht
kur e ripunon një tekst, kjo nuk do thotë që i ripunon që të gjitha gjërat. Shtëpia padritare ka shumë dialogje që janë me dorë të parë, po themi. Unë kam shumë dialogje që janë me dorë të parë. Po ai është varianti final dhe për shembull atë nuk ndjej që mund të kem nevojë ta ndryshoj. Më pëlqen shumë siç është. Kur është momenti? E vetmja pjesë në ato të katërta është rrjeta, po, që mund ta ndryshoja. Pse? Atë shkruajta shumë shpejt. E shkruajta për 12 ditë. Edhe kur e shkruan shpejt, ka gjëra për të ripunuar. Po, problemi është tek struktura e një. Është si një ndërtesë që e ke ndërtuar shpejt dhe po themi i ke bërë atë themel që ke bërë ose atë formë që ke bërë. Nuk e riformaton dot sërish. Sigurisht e riformaton, po të dëshirosh që ta ribësh të tërën. Sa mirë, ju keni mbaruar regjizur, thatë, në Universitetin e Arteve. Sakt. Jo, dalë tek pyetja, mund t'ju shohim ndonjë shfaqje së shpejti ku të interpretoni, edhe si aktor, një pjesën tuaj. Se po do thoya që jam duke shkruar, po ndjes. Po, jemi live. Kjo është diçka që duhet të kishte ndodhur, po më vjen keq që faktikisht kam hequr dorë nga kjo gjë, nga aktrimi. Pse keni hequr dorë nga aktrimi? Këtë duhet të ketë shumë arsye, po nuk. Po një arsye. Ka një arsye që duhet t'i kthejmë gjithsesi, që jam duke shkruar më saktë sa po kam nisur projekt, një komedi. Të paktën edhe në këndvështrimin tim, por edhe të spektatorëve që kanë ndjekur pjesët tuaja do të ishte me interes ndoshta të shikonin edhe sa i mirin sërish aktor. Edhe unë do të isha shumë kurioz të rikthehesha dhe është një gjë që e kam menduar seriozisht. E mendoni? Po, jam duke jo duke shkruar, por jam duke menduar një pjesë. Pra mund të keni një personazh në dramat që shkruan. Do të jetë një komedi. Do të jetë komedi. Po. Dhe ju e shikoni vetëm më mirë te komedia sesa tek drama? E shoh vetëm shumë mirë tek ajo pjesë që kam menduar dhe që ndoshta do t'i ftoj. Nuk e di, nëse do të ndodhe kjo gjë, do të jetë diku në rastin më të mirë nga shtatori tetori i vitit të ardhshëm. Se jo, do vinë me kënaqësi. Mirë, kemi përfunduar edhe këtë pjesë të dytë për të kaluar në publicitet dhe për të kthyer sërish në pjesën e tretë gjithmonë me regjizorin Sajmir Gongo. 5, 4, 3, 2, 1. Ajo e përballonte çdo stuhi me buzëqeshje, me energjinë më pozitive. Pra nëse je nga Afrika, si je bardh? Më interesante? Hej, unë ditë fuz ju dorë në gojë, do në të shosh? Gjoksi im më tregon çdo herë që vjen stuhia. Sepse disa stuhi me zi i pret. Hej, përshëndetje! Aktualisht janë 20 gradë dhe ka 30% mundësi që ka filluar një stuhi. Ndi stuhin, Storm Energy Drink. Your hair color is as beautiful as mom's back in the day. Long-lasting, intensive, and caring colors. From Palette, Europe's #1 in coloration. Palette Intensive Color Cream for all shades of life. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Buy it, plug it, load it, press it, love it, feel it, smell, upgrade it. Change it, work it, check it, push it, drink it, taste it, quick reload it. Plug it, touch it, switch it, play it, smell it, feel it, drink it, taste it. Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic, Lori Cafe, Technologic. Skip zbuloi sekretin për të gjitha llojet e njollave dhe me që i njohim më mirë, ne kemi krijuar Skip Active Clean. Skip Active Clean ofron rezultatet më të mira në menjanimin e njollave të forta, fal fuqisë së tij të zbulimit të njollave. Skip Active Clean, partneri juaj kundër njollave të forta. Ruajeni në vende ku nuk arrihet nga fëmijët. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool
up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Jemi rikthyer në pjesën e tretë, zonja dhe zotërinj, gjithmonë me mua vjen të jetë i ftuar në studio regjisori Sajmir Gongo. Sajmir, jemi duke folur për teatrin, po sprovam filmin shqiptar. Do të kemi nga Sajmiri? Ka tentuar, ka menduar që mund të ketë një produksion, komproduksion? Filmi ka një problem që shfaqjes teatrale. Unë kam shkruar skenar për film. Keni shkruar dhe skenar filmi? Po, dhe madje kam fituar financim dikur nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë, por financimi ishte i vogël. Edhe unë nuk arrita do ta finalizoj me atë buxhet. Kështu që skenari është atje. Ndoshta ndonjë skenar tjetër mund të shkruaj. Qoftë si skenarist, qoftë si skenarist regjisor. Kur mos thuaj kur, never say never. Jo, besoj që mund ta shikoni veten ndonjëherë edhe në shoqërime. Besoj që po. Shpresoj që po. Ndërkohë, kam bërë seriale. Pikërisht në pjesën e tretë unë kam pozicionuar serialet. Serialet suksesshme do t'i quaja, Bar Kafe, Familja Kuqezi, Kuqezi, me theksin. Kuqezi. Pse ky theks? Po sepse është menduar sigurisht që loja e fjalëve është ajo është Kuqezi, po duhet ishte një mbiemër që të kujtonte familje tiranëse. Familje tiranëse jo të gjitha kanë këtë prapashtesën, tip Dorezi, Mumajezi. Atëherë sa përqind jemi te Kuqezi dhe Kuqezi? 50-50 në fakt. Ajo është edhe Kuqezi dhe Kuqezi, po sigurisht. Domethënë është familje tiranëse, që rrjedhimisht është edhe shqiptar, është edhe Kuqezi. Është tiranëse, Kuqezi. Dy serialet suksesshëm po i quaj. Veçanërisht Familja Kuqezi, jashtëzakonisht. Pati rreth sot internet mund të ketë mbi 50 milion klikime. Po audienca është maksimale. Dhe shumë skena janë bërë edhe virale në mediat sociale. Sa faqe shkruan në një serial të tillë? Jeni autori? Bashkautori, bashkë me Erion Kame. Më zotin Kame. Tani, ato janë 70 seri, mesatarisht duhet të kenë qenë rreth 22 faqe secila, i bie rreth 1400 fjalë, nga cilat 1400 faqe ndjes. Rreth 700 janë ose të shkruara ose të edituara nga unë. Sepse shumë brendaj. Ja, zakonisht shumë. Ajo është si proces ndahet në disa faza. Faza e parë është ndërtimi sinopseve. Sinopset në vetvete janë zinxhiri i ngjarjeve dhe fakteve më të rëndësishme që janë në një pjesë. Domethënë janë 70 sinopsa. Këto ne i bënim gjatë muajve të verës, ndonjëherë edhe në dimër, një pjesë shumë të lotshme. Shkatërruese ka qenë. Përgatitja e sinopseve jashtëzakonisht e vështirë. Pastaj është procesi që shkruaj dialogu, mund t'i shkruanim vetë, ose unë ose Erioni. Sepse Hollywoodi ka specialistë të dialogut, ju i keni përballuar vetë apo kemi pasur edhe dialogistë të tjerë, që bëhet edhe më interesante pjesa. Për të dalë te kjo ide. Kemi pasur edhe 5-6 dialogistë të tjerë, cilët shkruanin gjatë një jave po dialogjet, bazuar mbi sinopset. Ne i bënim vrejtjet, na vinte varianti i dytë, drafti i dytë, dhe mbi të ne bënim edhe një përpunim. Në varësi të cilësisë që merrnim, vare dhe koha që do shpenzonim për ta ripunuar. Ka pasur edhe, po themi, dialogje ose skenare të përfunduara, të cilat nuk kemi ndërhyrë shumë. Në total një serial sa orë xhirimi kap? Një seri xhirohet për 1 ose 2 ditë, në varësi të lokacioneve kryesisht. Nëse është vetëm brenda ambienteve të familjes, ne xhironim brenda ditës. Mund kapte një zgjat 24 minutë që kanë qenë ato. Po është shumë në fakt ta mendosh. Jashtëzakonisht shumë. Besoj që është kontributi i rëndësishëm, edhe këtë e besoj për artin. Si përmarrje sa interesante, e suksesshme, aq edhe e frikshme. Po ti e di atë, edhe kjo është nga krajinë e Korçës. Kjo është atë që unë se di akoma. Ja, do ta them tani. Një person kishte për të transportuar 2 mullar me bar. Edhe i thotë, kërkonte
punëtor. Kjo është e vjetër Korçare, nga fshatrat e Korçës. Edhe i thoshte të gjithëve shiko, këto 2 mullare do t'i çoni këtej. Do t'i jepni kafshëve për të ngrënë. Dhe që të gjithë friksoheshin. Po pastaj ndroi taktik dhe i tha shiko, për ditë në mëngjes do marrësh një kovë dhe do ta çosh atje. Dhe kështu bëhet. Duke menduar edhe kjo punë gradualisht. Po. Po ta mendosh të gjithën të shit do bësh 70 seri. Mund të jetë e bukur kur e mendon, por shumë e frikshme. Po kur e bën, po. Suksesin. Me thënë drejtën e kapin çik mbefasi. Kur pati atë shpërthim në YouTube, po jo vetëm, edhe ajo transmetohen në platformën e YouTube-it është bërë edhe transmetim televiziv në Moskva. Është transmetuar tek platforma Tring dhe tek televizioni Vision Plus. Kështu që ka patur një mbulim, më themi, kombëtare, edhe mbi kombëtar, duke qenë se televizioni Tring, platforma mësa Tring, është edhe jashtë territorit shqiptar. Audiencën e vet. Një tjetër serial ka qenë Bar Kafe. Po. I pari. Ky ka qenë i pari. Po aq i mirë, ndoshta jo aq i suksesshëm sa Familja Kuqezi. Po jashtëzakonisht profesionale dhe hyn tek gjërat për të cilat ndihem i kënaqur, po them. Ndoshta krenar, po. I kënaqur mund ta them për cilësinë e asaj pune që kemi bërë. Qoftë si dramaturg unë dhe Erioni, qoftë edhe për regjin që kemi bërë. Edhe me Erionin jeni bashkëautor, po. Autor, skenarist, quhet për pjesë të tilla. Po, aty kemi pasur punën pak më të thjeshtë. Nuk uleshim të bënim sinopset, kishim vetëm një gjurmë. Për shembull, do të shkruajmë një seri për këtë temë dhe secili e shkruan temën vete. Nuk kemi ulur bashkë për të bashkërenduar sinopsin, sikurse për Familjen Kuqezi. E kemi pasur pak më thjeshtë gjë. Kemi në plan serial tjetër televiziv, fle në planet tuaja të ardhshme, të shpejta, të vonta? Po, ja ta them, Familja Kuqezi, seria e parë është shkruar në 2010-ën. Besoj, ose në 2011-ën. Ajo që ne quajmë seria 0. Por u xhirua në 2018-ën. Domethënë deti 8 vjet, erdhi dita, u xhirua dhe u bën 70 seri. Pra ju keni një material? Keni 3. Kam një pjesë shumë të mirë për serial dramatik dhe kemi 2 seri për serial komik. Ajo që na duhet është të gjejmë gjuhën me ndonjë televizion. E kuptoj. Gjithmonë producentët, parat, financimi, është ai që ndaj shapi nga sheqeri, thot populli. Ju duhet keni qenë mirë në letërsi në vitet e shkollimit tuaj, duhet keni qenë talent në letërsi që keni gjithë këtë grigj për të shkruar. Interesante është, po faktikisht deri në vitin e 2 të gjimnazit hartimet e kopjoja. I kopjonit si? Hartimet, po, nuk i shkruaj vet. Mi shkruan të ose vllai, që gjithashtu ka shkruar disa prej serive Familjes Kuqezi, Aureli, ose Kushira ime. Dhe me kalimin e kohës juve u bët mjeshtër i shkrimit. Në vitin e 2 të gjimnaz kam shkruar një hartim të parë, vetëm, dhe ishte jashtëzakonshëm, me thënë drejtën, dhe edhe në vitin e 3 besim për të vazhduar. Po. Në vit 4 kam shkruar një esë shumë të bukur, që pati sukses bëri xhiron e gjimnazeve, po themi. Dhe pastaj në shkollën e lartë. Të Petronini, sa me frashëri këtë mbaruar? Tek Ismail Qemali. Ismail Qemali. Po është shkollë? Po. Kemi pasur... Zysh e letërsis ju kujtohet? Zysh Lumja është ajo që... Kanë gjithmonë, nuk e di, një lloj nostalgjie. Kjo ka qenë ajo që më kanë nxitur, domethënë dhe që e veçoi esen time. Zysh Lumja. Besoj ty të ketë pasur në teori? Nuk e kujtoj, po ne thonim Zysh Lumja. Inkurajuar. Po. Më ndodhi kështu që unë nuk më pëlqeu tema që ajo kishte shkruar. Edhe protestuat, refuzuat. Dhe i tha, shiko, nuk më pëlqen, dhe ajo tha, ok, mund të shkruash diçka çfarë duash ti, po pa patur ndonjë pritshmëri të madhe. Dhe mbaj mend kur i lexoj hartimet, po tha, është një hartim i veçantë. Dhe u tregua shumë sinqert kur tha që nuk e kisha këtë pritshmëri kur e lashe të shkruante, ok, shkruaje ti një.
Po ndonjëherë në fjalë mirë kur e mendon, mund të nxjisi për të nesërmen për. Një pyetje tjetër, si e bëni përzgjedhjen e aktorëve? Me audicion janë të skalitur që kur ju shkruani ndonjë rast kam parasysh Rushdi Pulahan që ka deklaruar më të madhe, unë jam edhe ndër ata gazetar që në intervistat e mia kam patur fatin të kem një intervistë edhe zonjën Violeta Manushi dhe di që më ka thënë që Rushdi u ka shkruar enkas për mua. Tek pjesa e fundit që kam shkruar, kam të paktën një personazh që kam shkruar posaçërisht për një aktor, po nuk do të gjithmonë. Dhe ka qenë aktori? Ka qenë aktori Muzafer Zifla, që bëri Hetusin. Dua të mbetemi pak këtu sepse më intrigon mënyra si ai interpreton, jo vetëm teatr, por edhe në film. Po mbetemi te kjo pjesë njëherë. Pra aktorët zgjidhen me audicion? Ndonjëherë e ndërton mendje, ndonjëherë bën audicion. Në rastin tim, unë nuk para kam bërë shumë audicione, është praktikë e mirë. Edhe në teatr është praktikë për t'u inkurajuar, absolutisht. Personalisht mendoj që është gjithmonë shumë mirë që të bësh audicion. Edhe sikur ta kesh është e shëndetshme si formë. Është absolutisht e shëndetshme. Edhe sikur ta kesh ndarë mendje që do të jap filan aktorit, duke u kthyer mbrapa në kohë, audicioni është gjë më e mirë. Sepse ti jep mundësi të shohësh mënyra ndryshme interpretimi. Kanë zhgënjur ndonjëherë aktorët e zgjedhur, ndodh apo edhe ndodh? Mund të ketë ndodhur ndonjë rast që po këtu duhet të kuptojmë një gjë. Nuk është asnjëherë faji i aktorit që është zgjedhur, është faji i regjisorit. Kështu që nëse ke zgjedhur gabim është faji jot. Unë nuk kam memoria e një regjisori në përzgjedhjen e aktorit. Se ju thoni tek përzgjedhja, dështimi ose suksesi. Jam kurioz, asnjëherë se kam kuptuar pse një regjisor fokusohet tek X njeri, po ka audicione. Po. Shumë element. Ndonjëherë janë raporte pune, që do thotë ti e njeh një aktor, një mundësitë e tij, një aftësitë e tij, di deri ku mund të shkojë, di çfarë mund t'i kërkosh, di si mund t'ia kërkosh. Anglisht është better the devil you know. Më mirë ai që njeh, djalli që njeh, shpreha fakt po. Pastaj sigurisht janë karakteristikat psikofizike të një aktori në raport me personazhin, ti e sheh. Ky devil që ti e zhndron në angel pastaj. Ai është të duar trokitshëm, të adhurueshëm, Po. Është e bukur që faktikisht aktorët e marrin gjithë meritën e diktë. Nëse shfaqet dele keqe është faji i regjisorit. Nëse shfaqja është e suksesshme, e kanë bërë aktorët. Më kujtohet një shprehje Richard Gere në skenë dhe ekran, e ndje vetëm president të Shteteve të Bashkuara. Po. Është saktësisht kështu. Domethënë aktorët janë aktorë të mëdhenj që keni punuar, përmendot Eva Aligajin, të mëdhenj që e kemi Pogratesar, Neritan Liça, Helidon Fino, me cilën kam punuar, unë i konsideroj të gjithë fantastike aktorët që kanë patur. Helidon Fino dhe Muzafer Ziflaj janë dy aktorë që kohët e fundit nuk e di pse më kanë dhënë një sa kënaqësi aq edhe pritshmëri kur shkoj shoh shfaqjet e tyre apo filmat ku ata janë përzgjedhur për të interpretuar, nuk e di. Janë aktorë shumë mirë. Pse kanë këtë pikë tek unë po besoj që le të themi adhurimit, ndoshta te talenti i tyre, mënyra se si ata. Po sigurisht, të gjitha bashkë, domethënë nga ndonjëherë është e vështirë ta kuptosh domethënë. Por mendoj që janë aktorë interesant që të dy. Shumë mirë që të dy. Muzaferi është edhe një rast i rrallë sepse ka pas vështirësi për vite me radhë, ai ka qenë jashtë. Jo, ka qenë në Tepelen, ka qenë po themi në një hapësirë në cilën ka pas vështirë të interpretojë zhvillimet. Po, dhe ka për këtë respektoj, për faktin që po sepse është ndryshe të interpretosh në Tiranë, teatrin kombëtar, ti ke mundësi që mendjes regjizorëve, ke mundësi të interpretosh dhe ke mundësi të përmirësohesh atë që ti jep qyteti, atë që ti jep trupi mirë, siç është trupi i teatrit kombëtar për shembull. Po ti shkosh në Tepelen dhe të ngelesh aktor i mirë, bravo qoftë. Ai jeton në Tepelen, vazhdon? Jo, tash është në Tiranë, sigurisht lëvizi në Greqi, domethënë po flas për periudhën e mbas shkollës deri në vitet 90, deri në vitin 91. Është aftësia e tij për të komplimentuar. Është të mos heqësh dorë. Është rast për të mbajtur shënim. Jo, patjetër që
një ditë triumfon e mira, suksesi. Po, në qoftë se kam ngul. Në këtë rast, nëse kam ngul. Nëse kam ngul, po. Nëse je në kohën dhe vendin e duhur, se edhe kjo është për të sigurisht. Duhet hapeshin dyert për shembull, që ka ndodhur myzit lëvizte, të shkonte në Greqi, të bënte filma atje. Aktorë të ri që e keni marrë dhe i keni dhënë sukses, flas për aktorë të rinj. Po. Se këto që përmendën janë emra të konsoliduar sot. Tek shtëpia padritare faktikisht unë kam gjetur të paktën 2 aktorë, 3 që kanë pas premierë absolute. I keni zbuluar në Akademinë e Artë? Jo, një aktor ka qenë për shembull në shkon gjua tek Akademia, po duhet flas Universiteti i Artëve. Është okay. I keni zgjedhur. Po jo, Gerti Ferra ishte në teatrin kombëtar, domethënë ishte duke punuar diçka tjetër, po thjesht u ngjit me shfaqjen time Koçidoj. Për të patur premierë, pastaj 2 aktorë tjerë që kanë qenë Ergyt Çekrezi dhe Enkel Gurakuqi, që kanë bërë premierë. Shiko, jeta vazhdon, Keli vazhdon për regji, domethënë është regjisor, ka një karrierë tjetër, po themi, po jo, çdo kush, po është shans, është fat kur të ofrojnë një gjë dhe më shumë më falenderojnë ata të cilët kanë qenë edhe një sër figurantësh, djem fantastik, të cilët janë gjetur për herë të parë në skenë me shtrim padritare. Është në ekran në fakt. Mua më bëhet qefi që po është koincidencë, nuk është se marr përsipër ndonjë merit për këtë. Po, patjetër. Edhe përpos kthesh figurë dashur. Po, për spektatorët edhe edhe nëpërmjet teatrit dhe nëpërmjet filmit, patjetër. Jo, është unë mendoj që është merit e rizor. Për shembull tek familja Kuqezi janë 2 aktorë, njëra që interpreton Dorën, ajo është gjimnaziste, Ester Alushi, tashi spektatorët mund ta shohin edhe tek Ferma VIP, por është Dora. Po. Kishte interpretuar në teatrot e gjimnazëve, ke parasysh janë këto organizime rinore. Po tek ne pati mundësin. E kuptoj. Dhe kohën e dur për të interpretuar, se janë 70 seri. Dhe ka të mundësi për të mbetur. Po, u rrit, ne morëm në ratë parë, kishte dhënat mira. Po e morëm ratë parë për moshën. E kuptoj. Do më thënë ishin 2 gjëra që po shikonim. Sepse ishte 16 vjeçare personazhi, ne donim një vajzë po 16 vjeçare për atë personazh, sigurisht duhet kishte dhënat mira, Esteri kishte dhëna shumë mira, dhe u rrit me kalimin e kohës. E kapi momentin, e shfrytëzoi mundësinë dhe bëri një personazh. Si e zgjodhët tek shtëpia padritare? Ashtu sikur se zgjodha një piketim i hershëm i juaj. Jo, edhe si aktore që kishte lënë gjurmë në teatr dhe në film. Eva nuk kam pasur gjithmonë qef si aktore. Me aktore, po. Eva ka pasur aftësinë e jashtëzakonshme për të qenë shumë e thjeshtë në aktrim, shumë natyrale. Edhe është një brez ky rreth në fundet të viteve 80, që janë shumë natyral në aktrim. Ka filluar ndoshta pak më herët me Vangjushin, po kjo është me kë Vangjush? Furgjiun. Po është një etapë akoma më vonë. Janë Ndërçim Xhepa, Eva Likaj, Gim Qeriaqi, Elvira Diamanti, Xhevdet Ferra, që sapo përmendëm, Artur Gorishti, të cilët e thjeshtuan edhe naturalizuan aktrimin akoma më shumë. Kështu që sigurisht për mua ishte kënaqësi që ishte pjesë e trupës teatrit kombëtar, duhet zgjidhja një prej zonjave aktore për personazhet dhe zgjodha Evan. Po. Eva pranoi, besoj. Për sa kohë që interpretoj me kënaqësi. Dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur që kemi punuar së bashku me edhe me gjithë trupin, me Sokol Angelin, Eritan Licin edhe të tjerë. Aktorë të tjerë të mëdhenj që keni ofruar në shfaqjet tuaja, në serialet tuaja? Po së fundmi kemi pasur për shembull Luiza Giovannin tek Familja Kuqezi. Ka qenë kënaqësi që pranoi. Ne donim të shtonim 2 personazhe të tjerë. Maman dhe babain e Belës që jetonin në Itali për një kohë të gjatë e tjerë me radhë. Dhe afruam Luiza Giovannin edhe Alfred Trebickën. Dhe ishte kënaqësi. Ashtu sikur se ka qenë kënaqësi të punoni me Guli Maradon, që ka interpretuar te Familja Kuqezi, Indjeri Guli Maradoja apo Indjeri Koçodevole. Aktor të jashtëzakonshëm. Guli ka bërë një rol, ne e themi Guli thjesht. Ka bërë një rol të jashtëzakonshëm te Familja Kuqezi. Pak seri, po
Kam betur. Besoj që kanë ngelur, Xhaxhai, Sula. Këta janë disa nga aktorët me cilët kanë patur fatin. Sa i mirë, sa vështirë është që një pjesë që mund të kenë qenë pedagog të tu t'i kesh në drejtimin tënd. Kjo është zhvishe nga roli pedagogut. Me Gulin kam pasi eksperiencë të tillë, me Fredin kam pasi eksperiencë të tillë. Të Fredin e kam pasur pedagog. Pedagog, po, pikërisht se duke i përmendur edhe më vinë si emra që Niko Kanxheri në universitet. Na e thjeshtoi këtë gjë. Unë nuk kam punuar me Nikon, po për mënyrën e të punuarit, ditën që mbaroi, më thot koleg. Është një mënyrë e re të menduarit. Tani është ti e kolegu i ti. Sigurisht nuk je akoma koleg, sepse Niko ishte me eksperiencë, është një formë stimulimi, është një mënyrë për të thënë shiko tani mbaroi shkolla. Tani ti je regjisor, tani ti je që drejton. Dhe duhet të zhvishesh nga ky kompleksi të qenurit. E ke pasur ti këtë kompleks në fillim? Po e ke gjithmonë, kur takon Andon Qesarin, kur takon që unë ndjes pas. Po ndjes pas. Gimin, të gjithë ish pedagogët kur i takon, veçanërisht ata që kanë qenë edhe aktorë të rëndësishëm. Sigurisht e ke këtë, nuk është thjesht çështë kompleksi, po është edhe respekt. Kur takon një ish pedagog, Arben Kumbaron, për shembull, vazhdoj ta trajtoj si pedagogun tim, profesor i them, apo Milton që kanë pasur profesor. Besoj që respekti është i rëndësishëm ngelet. Mund të konsiderohet edhe i farë kompleksi, po ashtu është. Pa dashur po shkojmë drejt fundit infoftesës. Çfarë ka tani së shpejti në planet tuaja të shpejta? Jo afatgjata. Flas ku do ta shohim, me çfarë do ta shohim Semirin? Apo ka pauzën dhe... Jo, tash jam duke punuar për diçka, po nuk mund të them. Tani është pjesë dramaturgjike është serial, domethënë është dramë në komedi që mund të jetë në zhanrin e saj në teatrin kombëtar, në një teatr rrethesh, mund të jetë diçka në një teatr, edhe më tesa rrethe, jo në teatrin kombëtar, mund të jetë edhe një projekt tjetër. Ndërkohë kam dy subjekte shumë mira për komedi, të cilat do t'i shkruaj. Ju kam zili në këtë pjesë që vazhdoni shkruani. Po ta shkruash do të vjetë s'ken. Po patjetër, i vjen dita. Do t'i vjen dita. Dhe është her pas here nuk e ke këtë dëshirë për të shkruar. Është pjesë dramaturgjike në planet tuaja. Janë dy komedi dhe faktikisht kam edhe një. Të dyja do jenë jashtë Tiranës. Jo, këto janë dy komedi që do t'i shkruaj nga zero. Do t'i shkruani. Ndërsa mund të jetë një pjesë që do të vë, që është një komedi të cilën e kam pas vënë. Një nga tekstet, po më shumë nuk mund të them sepse është i çik supersticion. Po e thes bëhet. Okej. Është edhe ajo shprehja që mos i trego plane se talle Zoti. Megjithatë unë të uroj shumë sukses. Bremisht ma kujtove. Vendimarrje që ju do të keni për të sjell vepra artistike të suksesshme kudo që ato do të jenë. Ashtu shpresoj dhe falenderoj për. Ishte kënaqësi që të pata në studio në Infoftesë, shpresoj të kem me zhvillime më të reja, shpresoj që ta kemi një ftesë për shfaqjet që do të jenë në kryeqytet, edhe t'ju duart rokasin. Do të jetë kënaqësi, t'ju ftoj. Dhe ishte kënaqësi që isha këtu. Faleminderit shumë. Nderuar miq, kemi qenë në një Infoftesë me regjisorin Saimir Gongo. Ju kujtoj që për gjithë ata që nuk kanë ndjekur Infoftesë, do të sonte ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi radhës të enden tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natën e mirë.